Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të dashur teleshikues. Mirë se po takohemi kështu për të 28 në radhë, ditë me radhë në ditën e 28 muajit madhëreshëm Ramazan për vitin 2026. Të dashur të mi në studio kemi mbri tek faqja 460. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباد يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها وغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 11 deri 21 të surës Zumer që përafërsisht kanë këto domethënie. Thuaj, unë jam urdhruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Unë jam urdhruar të jem i pari prej muslimanëve të cilët i nënshtrohen Allahut. Thuaj, unë i trembem vërtet ditës së madhe dhe dënimit në të, nëse unë nuk i bindem Zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert. Kurse ju adhuroni këtë doni në vend të Allahut, thuaj, të humburit e vërtet janë
ata që do të humbin vetën dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Ja, kjo është humbja e qartë. Ata do të mbulohen me shtresa zjarin nga sipër dhe me shtresa zjarin nga poshtë. Me këtë, Allahu i trembë robërit e vetë. O robërit e mi, më keni frikën vetëm mua. Letgëzohen ata që shmangen nga adhurimi i idhujve dhe kthehen tek Allahu. Pra, jepu lajme të gëzueshme robërve të mi, të cilët pasi i dëgjojnë fjalët që u thuhen, ndjekin atë që është më e mira prej tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, këta janë ata të zotët e mendjes. Vallë, a mund të udhëzosh ti, o Muhammed, atë që meriton të dënohet dhe a mund të shpëtosh atë që gjendet në zjarë? Ndërkaq, ata që i friksohen Zotit do të kenë dhoma të ngritura mbi njëra tjetrën, pranë të cilave rrjedhin lumenj. Ky është premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e vet. A nuk e shen se si Allahu e zbret ujin nga qielli dhe e bën atë të burojnë nga toka? Nëpërmjet tij, Allahu nxjerr bimë të lloj-llojshme, ngjyra të ndryshme, të cilat më pas thahen, e zverdhen dhe pastaj Allahu i thërmon ato. Me të vërtet, në të gjitha këto ka këshilla për të zotët e mendjes, për ata që kanë mend. Të dashurit e mi, këto ishin domethënjet e këtyre ajeteve që sapo lexuam për ju. Tani kthehemi tek ju për të pritur dhe marrur telefonatat tuaja dhe për të dëgjuar leximin që ju keni përzgjedh të ndani me ne. Presim telefonusin e para. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Lejum selam, kush na telefonon? Sumeira nga Rahoveci. Sumeira, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Kadr. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Wa ma adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Të lumë Sumeira, Allah të rujtë, Allah shpërblej, faleminderit shumë. Selam aleikum. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vazhdojmë të dashurit e mi, marrim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Sumeja nga Bardhi Madh. Edhe njerë se s'dëgjoj mirë. Sumeja nga Bardhi Madh. Sumeja nga Bardhi Madh. Mirë se erdhe Sumeja. Mirë se ju gjeta. Qa kemi lexuar sot me ne Sumeja? Surën Duha. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فتهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عيلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah shpërbleft, faleminderit shumë Sumeja, që ndroni me ne, iftar të këndshëm. Allah ka bulla gjerimin dhe veprat tjera. Vazhdojmë marrim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Lejum selam, kush na telefonon? Mbresa nga Bardhi Madh. Bresa, mirë se erdhe, qa kemi lexuar sot me ne? Mirë se gjeta. Surën Kadr. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Të lumë bresa, Allah të rujtë, Allah Abon shpërblet. edhe mutrat? Me shumë knatësi. Kaloja telefonin të lutëm. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin? E orta Gambor dhe Madh. Mirë se erdhe, që kemi lexuar sot me ne. Mirë se gjeta Elhomen. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë, falenderit shumë, Allah të rujtë. Abon edhe motra. Me shumë knatësi. Kaloja telefonin të lutëm. Selam aleikum. Aleikum salam. Gjitha një zonë, po arrimi u dallu cila jeni. Emrin të lutëm? E Jona. Mirë se erdhe, që kemi lexuar sot me ne. Kul huwa Allahun. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, Allah të rujtë, Allah shpërblet, falenderit shumë. Iftar të Selam këndshëm, aleikum. aleikum salam wa rahmetullah, që ndroni me emisionet e PIS TV-s. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, marrim telefonusin e radhës, alo kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Turisina. Turisina, nga Prishtina. Po. Qa kemi lexuar sot me ne, Turisina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, kam e lexuar surën Eksin. Fillo të lutëm. والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين لقد هلكنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Lumt, Allah të rujtë, Allah shpërblet, falenderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen Amin edhe tuaj. për ti hoq. Allah e rujtë, selamu alaikum. Vazhdojmë kështu të dashur të mi, marrim telefonatën tjetër, alo kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Asja Rahmani nga Prishtina. Asja mirë se erdhe, që kemi lexuar sot me ne? Surën Humeza. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addada. كلا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Lumë, tasja, Allah të rujtë, Allah shpërbleft. Ki në vlla dikën tjetër që dëshiron? Po, qikën e aqës. Mustafa në ki vlla? Jo, qikën e aqës. Në rregull, po të pyta e ki Mustafa në vlla? Jo. Në rregull, kale e qikës të aqës, telefonin. Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe, emrin të lutëm? Ejra Rahmani nga Prishtina. Qa kime lexuar sot me ne? Kul huwa Allahun. Fillo të lutëm. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, Allah të rujtë, Allah shpërbleft, faleminderit shumë.
Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashur të mi, bëjmë një shkëputje nga telefonata tuaja për ta prezantuar mysafirin e parë me mua në studio. Është një djalësh që ka ndryshu pe vitit kalum të dët prej se afërmit që atëherë ju njoftam. Emrin të lutam? Jusuf. Koloni. Koloni nga? Nga Dragashi. Nga Dragashi, mirë se erdhe. Në cilën klasi? 5. Klasën e 5. Djali mirë, nxënësi mirë. Jusufi që ka me lexu sot me ne? Ajetin 185 të surës Bekare. Shumë bukur. Që ke mësu për mensh, apo do me lexu kështu? Me lexu. Mashallah. Që sa lexon Kur'an? Një 2 vjetë. 2 vjetë. Qysh ke mësu, pe kuj ke mësu? Për prindit e nisit. Mashallah. Mashallah, Allah e rujtë. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو آل سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mashallah, tabarakallah. Allah të rujtë e shpërblej. Faleminderit shumë. Të dashur të mi, kthehemi tek ju për të marrë telefonatat tuaja dhe për të dëgjuar leximin tuaj. Alo, kujt i themi? Alo? Kemi telefonus? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Anuar nga Podujeva. Anuar nga Podujeva. Mirë se erdhe Anuar. Qa ke përgjedhë sot me lexu me ne? Elhamin, surën el-Fatiha. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të faleminderit shumë Anuar. Allah të rujt, Allah shpërbleft. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Qëndroni me ne për cilna edhe misionin ton, por edhe programe tjera të PIS TV-s. Vazhdojmë marrim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Aniko nga Austria. Aniko nga Austria. Qa ka me thonë sot Aniko me ne? Ajetin kërsi. Ajetën kërsi. Qa ke thonë dje? Herën e ka... Izonin. A? Izonin. Në ke knoq. Halo për të përmenin të gjithë ata që të kanë dëgju. Mashallah Anik. Orna të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلمون بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumt Anik, Allah e të rujt, Allah e të rrit me prindër dhe me gjitha të mirat e ti. Faleminderit shumë. Na ke knaq. Vazhdo kështu. A moj me te kur që jam Kosovë? Kur të vjen ti në Kosovë, unë të pres me shumë kënaqësi.
shumë na ke bo me të dash Selam aleikum. edhe pse s'po të njofim. Aleikum salam wa rahmetullah. Allah e të rujtë edhe shpërbleft. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, vazhdojmë kështu marrim telefonatën tjetër. Alo, kujt i themi? Alo. Kush na telefonon? Selam aleikum. Selam aleikum, i nderuar hoxh. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Muhammed nga Mitrovica. Muhammed, mirë se erdhe. Që ke me lexu sot me ne? Një surën Mulk, që disa ajete, surës Mulk. Filla të lutem. Fjala është për ty. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما Të lumt, Allah e të rujt. Allahu të shpërblef, faleminderit shumë, na ke kënaq me këtë lexim kaq të bukur. Iftar të këndshëm. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. A mundot edhe motra jema? Po, me shumë kënaqësi, kaloja telefonin të lutem. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Emrin të lutem. Sumeja nga Mitrovica. Sumeja, mirë se erdhe, çka kemi lexuar sot me ne? Amna me thonë dy hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Misioni jon i dedikohet vetëm leximit të Kur'anit. Sot po bëjmë përjashtime, por jo herave të tjera. Edhe ato njënën të lutem, përzgjedhë njënën. Amin. Kale Resulu Allahu alaihi wasallam dunja si lahul mu'min, ata më janë edhe për kthimin. Po edhe pse arabisht nuk të kuptova çka the, po na thuj kuptimin shqip të lutem. Është duaja është arma e besimtarit. Mashallah, të lumt, faleminderit shumë. Allah e të rujtë edhe shpërbleft, shumë bukur, veç vazhdo. Mësa edhe me tekst arabisht, përveç se do me thonjet shqip hadithet e pejgamberit alayhis salam. Natyrisht, pasi që ti mësosh suret, pasi që ti mësosh pjesët e Kur'anit, edhe namazit, edhe me shku realisht me disa hadithe pejgamberit alayhis salam. Të lumt, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, vazhdojmë kështu me rrjedhën e emisionit duke pritur telefonatat tuaja. Bëjmë një shkëputje të dytë. Urdhna të lutem. Alo, aleikum salam. Unë jam Bushra nga Rahuvesi. Mirë se erdhe. Çka kemi lexuar sot me ne? Elhamin. Filla të lutem. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alayhim, Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Mashallah, sa vjeçare Bushra? 5.
Allah e të rujt, Allah e të rrit me prindër dhe me të mirat e ti, të lumë, veç vazhdo që shtu mësë sure të reja, edhe knaqi prindrit, edhe knaqi edhe besimtarët, kur të dëgjojnë duke lexuar kaq bukur, me një paraqitje fantastike. Allah e të rujt e dashtë. Iftarët e kanë që për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje nga telefonata tuaja për ta prezantuar mysafirin e dytë që sot në studio me mua është Enes Rama. Enes Rama, prej Mitrovicës. Jo. Jo, Prej Prishtinës. prej Prishtinës, Enes mirë se erdhe. Ju gjeta. Qysh ka shku Ramazani si vjetë? Mirë, veç ka kalu kohë si shpejt, dyqysh ka kalu në shpejt Ramazanit. Ke agjeru? Po, Të lumt. Edhe ke lexuar Kur'an, po. edhe mësimet e shkollës, edhe angazhimet e shumta e bojnë që koha me shku shpejt. Ata që s'kan angazhime thonë, s'po rrihet qa me bo bre, s'po ki qa me bo. Po, Veç me këshirë në për telefon, a që të problemi? Po, dhe. Tani veç bohen nervoz, edhe ata bohen të padëgjushëm, edhe të padobishëm. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Kam përzgjedhë surën që fillon në amme jetëse e lunë. Sura Nebe, Po, po? nebe. Po, bravo. Krejt apo të Vazhdo. qka? A bën veç faqen e parë? E kam deri në 16 ajete i kam. Fillat të lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Barakallah, që sa lexon Kur'an Enis? Prej si i kam pas 7 vjet, i kam mësu shkronjat e Kuranit dhe besoj se i 4 vjet, si mas i kam 11 vjet. Në mashallah. Çfarë metode ke shku? Qysh ke mësuar dhe qysh ke lexuar? Njëherë e kam pas një libër shkronjat e abetarja e Kuranit që të gjysh. Po. Tani masanin i kam mësu, i kam përsërit një 8 herë, e moj men që i kam përsërit një 8 herë, edhe i kam përsërit tani qështu ty lexu, jam munu njerë faqen e tretë me lexu, edhe tani masanin kam vazhdu me lexu Kur'an, e kam kryet 2 herë Kur'anin, besoj që e kryej edhe tretën. Mashallah, Allah të pranoft, Allah të rujtë. Shumë bukur. Ne jemi njerëz edhe kemi ngritjet edhe kemi ramjet. Po, e vërtet është. E që të, po du me thonë, për ata djemë ose ato vajza që na përcjellin përmes televiziorit ose përmes radios. E nisim ka herë me vrull edhe bjen motivi, bjen e lojnë mësimin, qysh me gjithë motiv me nisë për zdytsh, ose me vazhdu që aty ku kena mbet. Po shpresoj që përmirësohe me ma shumë me ndryshojnë atë sjelljen edhe me mësime, shpresoj që jena të shkëlqyshëm, që të Ramazan shpresojna që jena të përmirësum në sen. Po. Që du të me konë synimi jonë që gjithherë mu përmirësu mire ma mirë, të lumë, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, nga këto fjalë, ka që të bukura se emrin e ka të veçant, bashkë me mbiemër, prandaj e thumë bova, thash aje nga Mitrovica, dhe ja dham hapësirën për në nësjaru këto pjesë, si kurse e din, hoxha jonë i madhë, i ndëruar, hoxha Enis Rama. Inshallah Allah të banë, sigur hoxha Enis Rama të dobishëm për umetin, për shqiptar, për musliman, për gjithë. Kthemi tek ju për të pritur telefonata tuaja. Alo, kujti themi? Alo? Salamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Jori.
Nga na telefonon Diari? Jari apo Diari? Jori. Mirë se erdhe, nga na telefonon? Jori Prishtina. Mirë se erdhe, qa kemi lexu sot me ne? Pulhu Allahin. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Pulhu Allahu ehad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Trujt Allah shpërblet, faleminderit shumë. Të presim edhe nesër. Ordrat lutem? A moj vllai jam Aidi? Me shumë kënaqësi. Kaloja telefonin të lutem. Selamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Fillajt, fillo. Fillo të lutem, qa ke përgatit? وأعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. Të lumë, të ajde, Allah i trujt, falemderë shumë, Allahu të shpërbleft. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Selamu alaikum. عليكم السلام. Aina. Ajna, mirë se erdhe. Qa ki me thonë? Alhamdulillahin. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ilayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumt, ajna, Allah i rujt, Allah i shpërbleft, faleminderit shumë pe treve që na telefonuat. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, marrim telefonatën e radhës, alo kujt i themi? Aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Telefon Fetia Ahmeti. Nga na telefonon Fetia? Nga Finlanda. Nga Finlanda. Mirë se erdhe, qa kime lexu sot me ne? Sot po du me lexu doën e kunutit. Hajde, bismillah, filla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiك ونشهدك ونؤمن بك ونبت إليك ونتوكل عليك ونثني عليك خيرك ولا نشكرك ولا نكفرك ونحلي ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد إليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى ربك إن ربك بالكفار ملحق. Faleminderit shumë Fetie, Allah e trujt, Allah shpërbleft që ndrani me PIS TV. A bën edhe vllohum me thonë një do. Pa tjetër, me shumë kënaqësi, kaloja telefonin të lutem. Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin? Behem Ahmeti. Mirë se erdhe, qa kemi lexu sot me ne? Alhamdulillah. Filla të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt, Allah e trujt, faleminderit shumë. Allah ju shpërbleft, iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj dhe për gjithë diasporën tonë. Qëndrani me PIS TV,
Vazhdojmë kështu të dashurit e mi me marrë telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Si duket telefonata ka ikur, sot jemi më mirë, dje prej fluksit të jashtëzakonshëm u bloku edhe Viberi edhe u bloku numri. Dhe kemi pas probleme për me inkuadru telefonus. Po sot si duket është normalizu situata. Alo, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Omer nga Peja. Omer, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përgjedhë sot me lexu me ne? Ajetet e para surës Ali Imran. Filla të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فقين. Allah shpërbleft shumë bukur. Dëllim pak të surja bejnë, po super është. Kjo është shenjë se ti din ma shumë se sa një sure. Të lumë, faleminderit shumë, Omer. A mundot edhe motra? Me shumë kënaqësi, Omer. Kaloja telefonin të lutëm. Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutëm. Sumia, nga Sumia, mirë Peja. se erdhe. Qa kime lezu sot me ne? Kul hu Allahun. Filla të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Të lumë Sumeja, Allah të rujtë, Allah shpërbleft. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Qëndroni? Allah shpërbleft. Amin edhe juve. Qëndroni me PIS TV-n. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, marrim telefonatën tjetër, jemi krejt ka fundi, shofim se kush është me ne. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Dari e Gjofa nga Prishtina. Mirë se erdhe, qa kemi lexu sot me ne? Surën Kul hu Allahu. Filla të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ahad. Allahu samad. Lem yeled wa lem yulad wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë, të Allah të rujtë, Allah shpërbleft, faleminderit shumë, iftar të këndshëm, qëndroni me ne. Vazhdojmë të dashurit e mi, marrim telefonatën tjetër, alo, kujt i themi? Kemi telefonues? Alo? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Amira nga komuna Dragashi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa kemi lexu sot me ne? Subhanan. Filla të lutëm. Subhanak Allahime, dhe bijam dyke dhe të pare kësmishëve të Allah i gjëvdyke, la ilahi gajryke. Bravo, Allah të rujtë, faleminderit shumë, Allah shpërbleft. A ka me thonë dikush tjetër diçka? Aban edhe djallë vlaj. Po, kaloja telefonit lutëm. Salam aleikum. Alo. Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe, qa kemi lexu ti? Kul vallajin. Filla të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu samid, lam yalid, ve lam yulad, ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad, Allahu samed, apo? Po. Të lumt, Allah të rujtë, faleminderit shumë, iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj, ju presim edhe nesër. Të dashur të mi, këta ishin edhe telefonusit tanë të fundit për sot. Ne, para se ta mbyllim emisionin e sotshëm, kthehemi edhe njëherë në studio për të përfunduar atë çfarë e nisëm me dy djemt më të mirët. Keni mesazh për shokët e tu.
në lidhje me prindrit, në lidhje me shkollën, në lidhje me Kur'anin, me mësimet në përgjithësi? Po, e kam një për shkollë. Cilën mesazh dëshiron t'u thuash? Në shkollë mos më sill kash në zonë, sa me të gjumë mësuesën, mos me ba shumë edhe me najtë mirë, me mësu. Të lumt. Që tërë bon këtë të mirë shumë, të lumt. Faleminderit shumë. Po, e nisën s'pelona me folë shumë se ka shumë mesazha. Një, vis një mesazh. Ja, bëmë që ma shumë. Edhe ma shumë në rregull. Gjë që së pari do të them diçka, muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Falë, shlirë, ajo është veç... Po, kjo do të thotë që se qatë kohë ka zbitur Kur'ani, tash do të me lexu ma shumë Kur'an, mase është edhe muaji i Kur'anit, por do të edhe hera tjerave, po, edhe them edhe të mu mundu me lexu Kur'an, se është Ramazan se shumë fishohen veprat, besoj se e dina krejt. E para është muaji i Kur'anit, e dyta shumë fishohen veprat, të lumt. Po, shumë fishohen veprat, kështu mundohuni me lexu sa më shumë Kur'an, edhe këto 10 ditët e fundit më shumë të mu mundu. Edhe du që të i përshëndes të familjen time, motrën time, edhe shokun tem që e kam, edhe të gjithë të afërt me të mi që i kam. Edhe ne përshëndesim, faleminderit shumë, Allah i rujtë, na keni ndriçu studian, na keni hijeshu emisionin, Allah i rujtë dhe ju presim edhe viteve të tjera, inshallah. Unë sot në fillim nuk ju njofta se kishi fillu mu rrit, tani. Të dashurit e mi, ishte kjo e tëra për sot, me mua Qemal Sopin, takom edhe nesër, inshallah, por me mysafirët e radhës. Iftar të këndshëm, agjerim dhe veprat të pranuara. Ju lëm në amanet Allah të madhërishëm. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.